Ja ku takojmë historisht së bashku pas kësaj shkëputje publicitare, zakonisht në gjenë në këndin e gatimit, por aty do t'jemi vetëm pas pak, sepse do t'gatuem me miq sot, sepse është një ditë e veçantë, është dita e Krishtlindjes, si kundër unë e përmenda edhe pak më parë, është një ditë feste. Shumica prej jush mund të mjaftojnë dhe për faktin që është një ditë pushimi, një ditë shlodhje, relaksi, ama kjo ditë ka një mesazh të veçantë. Ngjarja për cilën flitet në mbar botën dhe festohet në mbar botën është më domethënëse dhe më e bukur se kur për të na përcjellë ne dashurinë e atij që e krijoi këtë ditë të bukur. Unë do ta diskutoj këtë mesazh që përcillet përmes Krishtlindjes me pastor Akil Pano. Përshëndetje, mirë se vini sërish në Vila 24 edhe gëzuar Krishtlindjen. Sepse mbrëm ka qenë një ditë e veçantë për ju, një mbrëmje e veçantë apo jo? Një mbrëmje e veçantë vetëm për neve, por për të krishterët në gjithë botën, në perëndim, në lindje. Në fakt data e Krishtlindjes është një datë e rënë dakord nga Kisha e Krishterë që prej themi vitit 325 të pas Krishtit, edhe është një ditë që i bashkon të gjitha kishat, kishën protestante, ortodokse dhe katolike, në festimet e mëdha të asaj dhurate më të madhe që Zoti ka bërë për njeriun. Vetë Zoti vjen në botën e njerëzve me një trup njerëzor, si një foshnjë lind në një grasht, dhe në fakt festa është komercializuar jashtëzakonisht shumë, sidomos qytetërinë perëndimor, por që mbase sot do të kemi mundësinë që 2-3 elementë të kësaj ngjarje. Për të dhënë kuptimin e vërtetë dhe mesazhin që përcjell. Jam gjithashtu dhe me zonjën Linda Pano, bashkëshortja e pastorit ton. Përshëndetje, mirë se vini. Ju jeni me profesor inxhiniere, jeni dhe drejtore e organizatës për Ballkanin, One Hope, një organizatë që merret me fëmijët. Si kanë qenë këto ditë për ju? Dije, festa, sot gjithashtu një ditë e bukur, çfarë mesazhi, çfarë kupton prej ditës së Krishtlindjes? Në fakt, kjo kohë është një kohë shumë e ngjeshur dhe shumë e zënë për ne, sepse Krishtlindja ka të bëjë me dhënien. Edhe në këtë kohë, më shumë se asnjëherë tjetër, ne jemi të hapur dhe jemi të 100% të angazhuar që fëmijët ta ndjejnë këtë festë më shumë se çdo person tjetër. Si nis dhe çfarë domethëniesh ka festa? Nis festa që ditën e njëjtës që ka qenë dje në darkë me lindjen e Krishtit, ku ju sigurisht keni organizuar komplet këtë ditë dhe mesazhin që ajo përcjell në kishën tuaj, dhe më pas vazhdon dreka për ditën e sotme, po mëngjesi është akoma më i bukur me dhuratat poshpemës. Në fakt siç që dhe Linda tha, është i gjithë sezoni. Është pra fillon me Adventin, fillon me të dielën e parë të dhjetorit. Po. Dhe kisha tradicionale krishterë ka edhe një simbolik qirish, janë 4 qiri, të cilët vendosen në një formë rrethore ose në formë katërkëndore. Dhe të dielën e parë ndjeset vetëm një qiri, edhe ideja e qiriut është nxitësi i pritjes. Pra i bën njerëzit që mendojnë që po shkojmë drejt fundit të këtij muaji, dhe e diela 4 natyrisht më pranë Krishtlindjes është qiriu i 4, i cili ndizet. Dhe çdo javë ndizet një qiri dhe çdo qiri ka një kuptim të caktuar. Pra mesazhi i Krishtlindjes flet shumë për paqen, për gëzimin, për drejtësinë, edhe për dhuratën më të madhe që Zoti bën njerëzve. Kisha e Krishterë Ungjillore ose protestante në Shqipëri ka qenë gjatë gjithë këtij muaji në aktivitet të plotë, sikundër edhe Linda tha, jo vetëm në shërbesa shpirtërore, lutje, adhurim, mesazhe brenda kongregacioneve tona kishtare, por dhe jashtë në terren, duke vizituar komunitetet, veçanërisht komunitetet e marginalizuara, njerëzit e moshës tretë që janë vetmuar, që jetojnë krejt vetëm, personat të cilët janë pjesë e komunitetit të rom, personat të cilët janë në institucionet e ndihmës mjekësore. Pra vetëm këtë javë neve kemi qenë në disa institucione të tilla, në burgje, kryesisht, por kemi qenë gjithashtu dhe tek spitali psikiatrik. Rrallë herë, ky ka qenë viti i parë që një grup nga kisha jonë ka shkuar tek spitali psikiatrik, kemi përgatitur një festë ndryshe për të sjellë atmosferën e Krishtlindjes dhe mesazhin e Krishtlindjes tek ta individë të cilët janë të privuar nga jeta normale zakonshme që gjithë jemi të drejtuar. Edhe të marrësh, sigurisht. E gjitha qëndron mbi parimin e një dhurate. Sepse në fakt, pa e ditur, gjatë sezonit Krishtlindjes, në kulturën perëndimore, por edhe në kulturën tonë shqiptare, njerëzit janë të prirur që të presin dhe të japin dhurata.
që është dhe simbolika e ditës, le të themi. Absolutisht. Dhurata poshtë pemës. Gjatë regjimit komunist në Shqipëri, simbolet që neve sot i kuptojmë që qënkër kanë simbolet e Krishtlindjes, u zëvendësuan me terminologji tjetër. Pra pema e Krishtlindjes... Ishte pema e vitit të ri dhe pa e ditur që ka qenë pema e Krishtlindjes për vitesh. Tani kemi filluar ta mësojmë. Plaku i vitit të ri. Po. Babagjyshi i vitit të ri, i cili vinte me dhurata dhe ato dhuratat e ndërmarrjeve edhe pse me kalimin e viteve është komercializuar, apo jo? Do më thënë, një qese plastike me 2-3 portokale të brenda ca arra, edhe një lodër plastike ose diçka do si dhe një gëzim shumë të madh në shtëpitë tona kur ne ishim fëmijë të vegjël. Por në fakt e gjitha qëndron mbi parimin dhe mbi konceptin e dhuratës që vërtet Zoti bën për njerëzit në Krishtlindje. Dhurata më e madhe e Krishtlindjes nuk janë pushimet e fund vitit që jemi të prirur t'i shijojmë shumë, sepse... Shumica kështu e perceptojnë, le themi, dhe Krishtlindjen, të paktën Krishtlindjen që ka mesazh për të përcjellë. Edhe kanë të drejtë, që perceptojnë. E konceptojnë si një ditë pushimi, ditë shlodhje është Krishtlindje. Është një vit i ngarkuar, një vit i cili sjell gravitet, lodhje, mundimi, dhe njerëzit i gëzojnë atij pushimi në fund vitit. Mirë po, në fakt, Zoti bën një dhuratë gjithë njerëzve dhe kjo është Krishtlindja. Përtej ngjyrave të metropolit, përtej dhuratave që ne kemi prirjen t'i japim dhe t'i marrim, Zoti vetë bën një dhuratë. Ai vjen në botën e njerëzve dhe i jep jetën e munguar kësaj bote. Vjen në formën e një fëmije dhe lind në një grasht. Do t'ja bëj dhe pyetjen pse lind në një grasht. Nuk e kam marrë ende këtë përgjigje, ndoshta edhe mund t'ua kemë bërë shumë persona të tjerë, ju si pastor qoftë edhe në kish, qoftë edhe jashtë saj. Përse linda vetëm në një ditë do të kemi shpërndarje dhuratash dhe një këtij mesazhi për dashurinë, për ndihmën që do t'i japim të tjerëve? Në fakt, ne flasim shpesh dhe themi që nuk është vetëm koha e Krishtlindjes që ne do t'u japim dhurata. Dhe tek fëmijët me të cilët ne kemi punuar në këtë kohë, përpiqemi që ta japim këtë mesazh çdo ditë. Po në kohën e Krishtlindjes është në mënyrë të veçantë e fokusuar në këtë kategori të marginalizuar të fëmijëve rom dhe të fëmijëve që janë në nevojë. Ne është njësoj si kur ta paralelizojmë ose ta barazojmë me faktin që e falenderojmë ose themi të gjithë faleminderit Zot kur kemi dalë nga një situatë e keqe ose kemi patur nevojë, kemi patur një problem familjar ose diçka që donim ta realizonim, ama harrojmë që edhe kur jemi të gëzuar ose edhe kur na vjen një gëzim familjar, një arritje, harrojmë të bëjmë këtë lloj falënderimi, Zakonisht jemi pak egoist apo hipokrit ne si njerëz, si që një njerëzore. Unë do thoja që jetojmë në një botë fast foodesh, edhe filozofia fast foodit në këtë botë në cilën ne jetojmë mund preket kudo, në shumë dimensione, në shumë sfera. Në një botë ku gjithçka duhet ndodhë me shpejtësi shumë të madhe, madje vritet mendimi, vritet leximi i librit, vritet ideja që ti mund të qëndrosh pak në heshtje dhe të mendosh dhe të procesosh në botën tënde të brendshme, aty ku ndahet uni nga ëndrat apo ku bashkohen bashkë, edhe ti jesh mirënjohës për jetën. Natyra jonë njerëzore e refuzon mirënjohjen. Pasi kemi një natyrë rebele në thelb, një natyrë egoiste, një natyrë që ka veten në qendër. Mirë po, Krishtlindja na prezanton me një filozofi tjetër. Pra e zhvendos fokusin nga uni, nga vetja, dhe e çon diku tek një vend ku Zoti vërtet dëshiron që për një sekond në jetën tonë ne të përqendrohemi dhe të fokusohemi. Edhe ky është grashti. Ju më bët një pyetje. Pse në grasht? Mund të ishte vendosur, mund të kishte lindur në një pallat të bukur, përderisa ai ishte i gjithë pushtesur, do të ishte ai që do të formonte gjithçka. Së pari Niki, unë të falenderoj për pyetjen, se është një pyetje shumë filozofike dhe teologjike në të njëjtën kohë, por ka një përgjigje të thjeshtë. Dhe detyra ime është që ta thjeshtësoj atë mesazh teologjik që ndahet mes studiosëve të shkrimit të shenjtë. Së pari do të thoja që Krishtlindja është përmbushja e profecive të shkrimit të bërë nga profet të caktuar qindra vite përpara se Jezusi erdhi në fakt në botën e njerëzve. Pra, nuk është produkti i një rastësie ose produkti i një momenti të caktuar ose një prallë e stisur me mjesht të ri nga një vajzë e re që ngeli shtatzën, edhe një bashkëshort i cili e donte kaq shumë të vajzën e re, saqë megjithëse ligji jude e mundsonte që ai ta divorconte, dhe Maria, nëse
Jozefi nuk do ta kishte marrë për bashkëshorten e tij, edhe do ta konsideronte fëmijën e saj të jashtëligjshëm, atëherë ajo mund vritet edhe me gur, sipas kulturës judaike të Testamentit të Vjetër. Mirë po, çfarë ndodh është që Jozefi e kupton që ajo që kishte ndodhur me Maria nuk ishte diçka e zakonshme, edhe nuk ishte një tradhti që kjo vajzë, e cila e donte Jozefin dhe ishte premtuar në martesë Jozefit, e kishte bërë, për shkak se në mënyrë krejt supernatyrore, Zoti i flet nëpërmjet një ëndre Jozefit dhe i thotë që mos e lër Marien, sepse ajo që do të lindë nëpërmjet saj është diçka jashtëzakonshme. Dhe në kulturën judaike, hebrejt prisnin Mesian dhe prisnin prej shekujsh. Izraeli përgjatë historisë Izraelit ka shumë pushtime, robërime, skllavëri që nga koha e Jozefit dhe Mojsiut, kur janë nën faraonin edhe nën perëndërinë më të madhe të asaj kohe, Egjiptin, më vonë Babilonin, më vonë Persin. Në kohën kur Jezusi lind, Izraeli ishte nën perëndërinë tjetër më të madhe të kohës, ishte perëndëria e Romës. Dhe të gjithë judejt hebrejt pra prisnin çlirimtarin, Mesian. Dhe shumë nga profetët e Testamentit Vjetër parathon ardhjën e Mesias. Dhe ndërsa ata flasin dhe parathon ardhjën e Mesias, një profet i vogël për nga sasia e shkrimit që e shkruan profeti Mikea, 400 vite përpara se Jezusi të vinë në botën e njerëzve, thot: "Ti o Betlehem, thot, megjithëse më i vogël ndër të gjithë krahinat e Judes, tek ty thot do të vijë dhe do të lindë ai që është shpëtimtari." Dhe pikërisht çifti nis rrugtimin e vet nga Nazareti për në Betlehem, sepse perandori i Romës, Cezar Augusti, kishte shpallur një dekret dhe dekreti ishte regjistrimi i popullsisë. Dhe të gjithë personat të cilët jetonin do të shkonin për të regjistruar, si më thon, tek gjendja civile, ku kishin lindur të parët e tyre, familjet e tyre patriarkale. Dhe Jozefi dhe Maria qëllon që ishin të dy nga Betlehemi dhe do të shkonin për të regjistruar familjen e tyre të re në Betlehem. Ndodh që Maria ishte shtatzën dhe ishin orët e fundit përpara lindjes, ndërsa ata ishin duke udhëtuar. Dhe në këto orë përpara lindjes i bien dyerve të shtëpiarëve të Betlehemit, trokasin, madje edhe në një han në Betlehem. Mirë po, shkrimi i shenjtë thotë që nuk kishte vend për ta. Nuk kishte vend. Nuk kishte vend për ta. Ishte domethënë një histori e trisht, sepse të shohësh që krijuesi i universit të vijë dhe mos ketë, të vijë dhe mos të gjej, domethënë një vend, mos të shtrohet tapeti kuq përpara. Dritat e kamerave, projektorëve nuk ranë mbi të. Deri diku, domethënë krejt anonim. Mirë po, qielli lëvizi. Megjithëse bota e njerëzve ishte krejt indiferente ndaj këtij eventi, kësaj ngjarje. Në fakt kjo është ngjarja më e madhe. Zoti merr një trup njerëzor dhe vjen mes njerëzve. Pra, në rast se mua sot më pyesin skeptik, dyshues, ateist, mbase kundërshtar, të themi të besimit krishterë ose të dogmës krishterë, në rast se Zoti ekziston, atëherë pse ne nuk e shohim atë? Pse nuk e prekim? Krishtlindja është momenti më i mirë ku të gjitha këto pyetje marrin përgjigje. Zoti u bë i prekshëm, ai u bë i dukshëm, ai mori një trup njerëzor, erdhi mes nesh dhe për të përcjellë një mesazh shumë të madh. Dikush tjetër më ka bërë të njëjtën pyetje si ju sot, pse pikërisht në një grasht? Pse pikërisht në një grasht, po edhe për faktin që është 25-a, data eksakte e... Do ta themi edhe këtë. Në fakt, një nga profecitë e tjera të shkrimit, përveç se vendit ku do të lindte Mesia, çlirimtari që judejt, hebrejt prisnin, dhe ishte vendi i Betlehemit, një profeci tjetër e bërë për Mesian ishte që ai do të përmbushte metaforën e një qingji. Pra do të jetë një qingj i cili do të vijë dhe do të shlyej mëkatin e botës. E ku ka një vend më të mirë? Do simbolizonte edhe urtësinë. Dakor, po qingji kurbanit, qingji i flis. Sepse kemi Krishtinë, por kemi edhe Pashkën, kemi edhe kryqëzimin. Por dikush tha që Grazhdi në fakt është vendi ku qingjat mund të lindin. Dhe Jezusi lindi një grazhd, ai identifikon veten e tij me nivelin e shoqërisë njerëzore, ato nivel që mbase sot u mungon një shtëpi, u mungon një stre. Kemi shumë njerëz në shoqërinë tonë shqiptare të cilët sot nuk kanë një shtëpi.
Domethënë ëndra e tyre më e madhe është të kenë një apartament, të kenë një shtëpi. Ka shumë njerëz të cilët janë pa punë sot dhe ndrojnë që të përmirësojnë të ardhmen e tyre dhe vetëm alternativë për përmirësimin e të ardhmes të shohin emigrimin, lëvizjen nga vendi i tyre. Pra, Zoti vjen dhe identifikon veten e tij me lindjen e një grazhd me këtë nivel shoqëror, pra vjen dhe prek atë nivelin e fijeve të barit. Fijeve të barit, po. Prek nivelin më të ulët të shoqërisë njerëzore, atje ku normalisht unë mund të imagjinoj Jozefin dhe Maritën, të cilët ndiheshin të shqetësuar, të frikësuar. Imagjinoj një bashkëshort i cili nuk mund të siguroj dot një ambient të pastër dhe të ngrohtë, ku do të lind bashkëshortja e tij, bebin e tyre. Por asgjë nuk ishte rastësore dhe e pa qëllim. Një qinj mund të lindë në një grazhd, Zoti vjen si një qinj, sepse në fakt vite më vonë ai do të ofrojë veten e vet si qingji i sakrificës për njerëzimin. Edhe ne do ta sjellim grazhdin të le të themi me mundësitë që do na krijohen për të sjellë një dramë të cilën e kanë interpretuar fëmijët e komunitetit rom në Kish, por do të bëjmë një shkëputje. Linda do të flasë më pas edhe sigurisht do të festojmë Krishtlindjen edhe në këndin tonë të gatimit, aty do të flasë më mirë akoma me gatimin së bashku me pastorin, kështu që bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, do të rikthehemi me interpretimin që vetë fëmijët e komunitetit rom kanë realizuar në Kish, apo jo, pikërisht për lindjen e Krishtit. Publicitet, rikthehemi me këtë interpretim. Një grup hyjes vendosën që të mblidhen dhe t'i bënin një kërkesë krijuesit, Zotit të tyre. Ata u paraqitën përpara Perëndis. Perëndi, si hyje, ne dëshirojmë që të na lejoni të banim në tokë. I habitur nga kjo kërkesë, Perëndia ju përgjigj. Ju dëshironi të shkoni në tokë, por vendi juaj është në qiell. Hyjet janë krijuar për të ndriçuar. Po, krijues, ne jemi krijuar për të ndriçuar qiellin. Dhe nuk po të kërkojmë gjë tjetër, veç se të ndriçojmë mbi tokë. Shumë mirë, po jo jap lejen. Shkoni dhe ndriçoni në tokë, por mos harroni, ju jeni krijuar për të ndriçuar në qiell. Pas kësaj, yjet e bukur dhe me ndriçim të veçantë zbritën në tokë. Aty lart në qiell, Perëndia qëndronte në madhështinë e tij. Yjet u shpërndan në vende të ndryshme, secili me emrin e tij, me ngjyrën e tij, por të gjithë kishin një të përbashkët, të shkëlqenin dhe ndriçonin tokën. Por pasi kaloi pak kohë, yjet u kthyen në qiell. Toka u erosua. Kur krijuesi e pa këtë, u tha yjeve: Përse jeni kthyer? A nuk dëshironi të qëndroni në tokë? Çfarë ka ndodhur? Një yll merr fjalën dhe thot: Krijues, unë jam ylli gazmor. Toka nuk është ashtu siç mendonim. Aty ka shumë trishtim dhe dëshpërim. Çfarë ka ndodhur vallë? Pas yllit gazmor, del përpara ylli i paqes dhe thot: Krijues, unë jam ylli i paqes. Toka nuk është vendi im. Aty ka luftë dhe armiqësi. Ndërsa po tregonin këto, yjet ishin të mbushur me trishtim. Pas yllit të paqes, e merr fjalën ylli i drejtësisë. Krijues, unë jam ylli i drejtësisë. Toka nuk është vendi im. Atje ka pa drejtësi me njëri tjetrin. Paraja dhe pushtetin ka skllavëruar zemrat e tyre. Perëndia kërkonte të dëgjonte çdo fjalë nga secili yll, ndaj ai thiri yllin e dashurisë. Krijues, unë jam ylli i dashurisë. Unë pash që në tokë njerëzit nuk kanë dashuri mes njëri tjetrit. Aty ka urrëtie. Krijuesi, unë jam ylli i harmonisë. Në tokë njerëzit jeton në kaos dhe në ramuja. Mos mund të qëndroj atje. Pasi Perëndia dëgjoi yjet të tregonin shqetësimet e tyre për tokën, duke i parë me dashuri, i tha: Të dashur yje, në të vërtet toka është një vend kalimtar, një vend prove, një vend i kufizimeve, dhimbjes, mjerimit, por unë nuk e krijova kështu tokën. Në fillim gjithçka ishte mirë dhe nuk ishte mëkat. Unë jetoja në harmoni me njeriu. Ishte njeriu që nuk mu bind dhe mëkatoi, dhe unë e largova nga prania ime.
Unë gjithmonë kam dashur që njerëzit të kthehen që nga fillimi dhe kam menduar si t'i shpëtoj ata. Por shoh që mungon një yll, ku është ai? Me njëherë afrohet një yll. Krijues, ylli që mungon është ylli i shpresës. Por përse mungon? Çfarë mund t'i ketë ndodhur? Në këto momente u duk një dritë. Ishte ylli që shkëlqente fort dhe u dëgjua një zë. Krijues, unë jam ylli i shpresës. Yjet kanë të drejta për atë që thanë për tokën, por unë zgjodha të qëndroj këtu. Aty ka shumë trishtim, ligësi dhe padrejtësi. Dhe njerëzit duhet të kenë shpresë, dhe shpresa duhet të jetë tek ti. Perëndia, duke ditur gjithçka që të ndodhte, i tha yllit të shpresës: Ti je ylli i shpresës që do të ndriçosh në tokë. Ti nuk je shpëtimi, por ti do të lajmërosh lindjen e shpëtimtarit, birit tim. Ai do të jetë ylli që kur nuk do të largohet për njerëzve. Drita e tij do të shkëlqejë në errësirën e botës, e të gjithë që do të besojnë tek ai do gjejnë dashurinë, gëzimin, paqen, drejtësinë dhe harmoninë e vërtetë. Dhe shpëtimtari lindi në Betlehem. Drita e botës shkoi dhe lindi në një vend të vogël dhe të haruar nga shumë, por gëzimi u përhap në të gjithë botën. Barind e lajmëruar nga angjëlli i Zotit shkuan të adhurojnë mbretin mbi mbretër dhe Zotin mbi zotër. Gjithashtu dietarët, të drejtuar prej yllit që kishin parë në lindje, ranë përmbys dhe adhuruan birin e Perëndisë në vendin ku ishte Maria dhe Jozefi. Ylli i shpresës i kishte drejtuar ata të shkonin tek vendi i lindjes. Dhe të gjithë së bashku, barin dhe dietar, ëngjëjt, toka dhe gjithë qielli në një zë të vetëm adhuruan Zotin dhe mbretin mbi mbretër. Të shkojmë të adhurojmë, të shkojmë të adhurojmë, të shkojmë të adhurojmë, Jezusin Zot. Të shkojmë të adhurojmë, të shkojmë të adhurojmë, të shkojmë të adhurojmë, Jezusin Zot. Shumë bukur, ju lumt, ishit shumë të mirë. Me një provë të vogël realizuat një dramë, vjen një mesazh i bukur përmes fëmijëve të komunitetit rom dhe jo vetëm, apo jo Linda, ishte një interpretim që ato realizuan edhe mbrëmjen e djeshme në Kish. Absolutisht, janë më të mirët në botë, janë më të dashurit në botë, ne jemi mësuar që t'i shohim si shtresa e papërfillur e kësaj shoqërie, po ju mund ta shikoni vetë potencialin që është në ta dhe si shkëlqejnë si yje të vërtet sot. Ju lumshin duart edhe goja e bukur me mesazhet që përcollët për të gjithë ata që na ndjekin. Një përshëndetje për të gjithë bashkëmoshatarët tuaj dhe gëzuar Krishtlindjen. Do të përshëndetemi? Gëzuar. Ne të dashur miq, do të shkëputemi nga ky ambient, do të kalojmë në një ambient tjetër në këndin e gatimit me pastorin dhe me Lindën, sepse sigurisht do të gatuajmë edhe për Krishtlindje. Do sjellim një tryezë të bukur, na ndiqni ka publicitet në këtë hapësirë të shkurtër, takohemi më pas.